Mjeku jep urdhër, kurrë mos I bëni këto gabime në mëngjes. Zimmet në mëngjes janë gjithmonë të vështira, sidomos tani në periudhën e dimrit, ku koha e keqe ju bën edhe më gjumarsh në mëngjes. Por duhet të kuptoni që momenti kur zgjoheni është më I rëndësishëm gjatë ditës, ndaj duhet të bëni një mënyrë që të mos keni asnjë shqetësim më vonë. Pa dashur të bëjmë disa veprime që kontribojnë negativisht në energjinë tonë të ditës, ndaj duhet t'i ndaloni sapo të kuptoni që ato shtojnë dhimbjet e kokës. Në këtë video do ju tregojmë 3 gabime të zakonshme që nëse I bëni vazhdimisht do të krijojnë probleme me gjumin. Shtyrja e alarmit me 5 ose 10 minuta mund të krijojë probleme në gjumin tuaj dhe të krijojë gjithashtu edhe shqetësime gjatë ditës, dhe gjumi nuk do ju zerë vazhdimisht. Prandaj vendosni një alarm fiks dhe mos e neglizhoni dhe mos e shtyni atë. Kontrolli I emaileve është gjëja e parë që bëni, por kjo mund të jetë e gabuar pasi krijon edhe stres. Konsumi I kafes duke u veshur gjithashtu është I dëmshëm nëse bëhet në mëngjes.